Sa mandate synon Partia Socialiste në Shkodër? Jam lodh fakt me këto mandate që son njëri 7, njëri 9, njëri. Unë di që kjo Shkodra do të jetë surprizë. Sot do të jetë një surprizë shumë e mirë për Partinë Socialiste, edhe mu më pëlqen që ne në Shqipëri si Shkodër të jemi në një surprizë pozitive, siç qenë në një surprizë shumë pozitive në zgjedhjet e bashkisë, ku gjithë Shqipëria u çudit me atë që ndodhi në Shkodër. Unë besoj se do të çuditemi përsëri pozitivisht për atë që do ndodhi në Shkodër. Unë besoj shumë se mirënjohja, vlerësimi për modelin e punës që po vjen, që po bëjmë dhe që po përpiqemi shumë ta bëjmë, do di të lexohet. Edhe jam shumë i lumtur që shoh në optimizmin e njerëzve që e duan Shkodrën të vazhdoj këtë që kemi nisë. Nuk do ma jepni një shifër? Po, nëse është surprizë është më shumë se ç'mendoni ju. Që do të thotë? Sa e mendon, shtoj. Pra nuk po preferoni të thoni një shifër? Nuk po e them, po thash është surprizë, nuk po e them. Sepse, shiko, i humbet vlera. Tash ato që ju kanë thënë shifra aq absurde, sa që do ta lë surprizën.